Ka pasur 124 metra katror. U pyet, i tha, ke përdorur në herë makinë llogaritse, sepse i ke dorëzuar vetë që ka pasur 26.600 metra begeja. Bëj pjestimin, nuk të del kaq, po të del 3-4 fishi më tepër. Së pesti, Gënjeu kur tha Maltezi ka marrë 5% nga pronarët, ju ofrua mundësia të paraqisë dokumentin. Nuk ishte asnjë dokument, thjesht Gënjeu tha e ka marrë nga burime mediatike. Së gjashti, Gënjeu tha Maltezi ka marrë 60% të objekteve. Gënjeu ju ofrua përsëri mundësia të thoshte ku e bazon këtë që ka marrë 60%. Nuk ishte asgjë, e kam me dëgjuar. Së shtati, Gënjeu dhe tha Maltezi ka bërë prej një viti presion Ministrisë së Mbrojtjes. Ju ofrua, i tha, po mirë, cilit ka thënë? Më thua një, jo nga media e kam prap, pra është një person që të vjen gjuna. Por, kemi parasysh, kur ky thot procesi ka mbaruar për 6 muaj, si që ka presioni një vjet. Bje mndesh me e teta që ishte gjë shumë e bukur, e tha vetë, tha i kam lënë 10 detyra spakut për të bërë. Dhe me sa duket, prokurorët e nënshtruar politikisht i kanë zbatuar me rregull porositë e Taulant Ballës. Së nënti, u pyet për deklaratën e tij që ka dhënë publike, nuk na tret dheu pa futur Saliu në burg. Nuk i dha përgjigje, vuri duart në kokë, mbylli, nuk i dha përgjigje. Së dhjeti, Gënjeu tha nuk kam depozituar shkresa kur kam bërë deklaratën. U kap aty në gjyq që kishte dhënë disa shkresa të cilat as nuk i kishte lexuar dhe kishte angazhuar studio tjera ligjore duke shkelur ligjin, donse është betuar për respektimin e ligjeve, duke i dhënë dhënat personale studio tjera ligjore të kolegëve të tij. Së 11-ti tha sërish sot ndërtimet janë bërë me lejet Berishës. Ju ofrua mundësia që të shikonte ndrimet e destinacionit 2004, 2006, 2008 të Edi Ramës, bile dhe leja e ndërtimit e dhënë nga Edi Rama e 2007-ës. Por për këto bëri sikur nuk ekzistojnë, tha nuk kam qenë në dieni. Kështu që në 11 gënjeshtra, pra një kallëzim i Taulant Ballës, 11 gënjeshtra. A mund të jeti besueshëm kur një kallëzim ka 11 gënjeshtra, nuk ka 1-2? Ja u le vetë juve ta gjykoni. Ju faleminderit. Zoti Maltezi, ju renditët 11 pretendimet tuaj që thoni si janë gënjeshtra të thënë nga Taulant Balla, duke qenë se ai bëri një dëshmi nën betim. Ju si i pandehura do të depozitoni kallëzim penal ndaj zotit Balla në prokurori që prokuroria të hetojë dhe këto pretendimet tuaja? Shumë faleminderit, e kam bërë 2 herë deri tani, 2 herë prokuroria e ka mbyllur çështjen për fat keq, por përsëri do t'i përsëris. Do kemi seancën tjetër kur neve do të bëjmë prapësimet të 2 palëve ndaj deklaratave Taulant Ballës, cilat pjesë nuk qëndrojnë. Kemi parasysh që disa nga ato bënin mu, që ishin gënjeshtra. Kto që tham unë nuk janë pretendime thjesht të mia, këto janë fakte. Pra, që nuk ka qenë në planin e përhapjes të thot dekreti presidentit, nuk ka pse të merret dëshmitari kur ke me shkrim me mevull të presidentit, që nuk ka qenë e shpronsuar këtë thot fletorja zyrtare, dhe fletorja zyrtare s'pyet për opinionet e mia apo dikujt tjetër. Padyshim ne do e përsërisim sërish kallëzimin penal ndaj Taulant Ballës, natyrisht edhe ndaj Edi Ramës. Zoti Maltezi, kur e pyetur dëshmitarin, çfarë cilësie kishte bërë kallëzimi, si qytetar apo në rolin e ish kreu të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku doni të dilit ju në këto pyetje të përsëritura? Çfarë doni të tregoni gjykatës dhe çfarë doni të kuptoni nga dëshmitari Balla? Atëherë, siç mund ta shikoni, edhe këtu ku e ka firmosur vetë, ka shënuar kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Edhe këtu kur Ministria e Mbrojtjes i jep dokumente, i jep gjithë dosjen, duke përfshirë dhe të dhëna personale që nuk janë të ndaluar me ligj me dhënë dikujt tjetër, thot kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Pra çdo institucion është vënë në shërbim të kryetarit të Partisë Socialiste. Çfarë unë dua të them me këtë? E para që ka shkelur ligjin edhe të mbrojtjes të dhëna personale, por edhe që kjo e gjithë procesi është procesi stisur politik siç mund të dëshkohet. Të dyja janë bashkë, sepse dhe zoti Balla ka marrë këto dhëna personale e ka çuar studios ligjore të Elket Hysenit. Pra edhe zoti Balla e ka shkelur edhe këto institucione të cilat janë vendosur nën hyjmin e Taulant Ballës, jo me qef, po me detyrë se është partia mbi shtetin. Zoti Maltezi, ju pretendua që Taulant Balla ka mbledhur në mënyrë të paligjshme të dhëna personale rreth jush dhe familjarëve tuaj dhe përmes studios ligjore të drejtuar nga Elket Hyseni,
i është drejtuar prokurorisë dhe i ka depozituar këto të dhëna në prokurori. Ajo çfarë më bën përshtypje, ndoshta unë kam qenë pa vëmendshme, nuk më rezulton që emri Alket Hysenit të jetë në listën e dëshmitarëve të kërkuar nga mbrojtja ose studio ligjore prej tij për të dhënë shpjegime se si është përfshirë kjo studio dhe si janë siguruar këto të dhëna. Atëherë, së pari, unë nuk e kam ngritur për veten time apo për personat familjes time. Nuk e ngrej fare këtë çështje. Por aty janë të dhëna numra personal të personave që s'kan asnjë lidhje. Të fisave të tjera, duke përfshirë jo vetëm Begeja, Bekteshi, Vaqari, Llagami, Ali Mehmeti, që të gjithë që janë. Këto janë të dhëna personale. Ligji e ndalon. Tani këtu ligjin e kanë shkelur edhe institucionet shtetërore, sepse janë vënë në hyjmen e Taulant Ballës, po e ka shkelur edhe Taulant Balla duke ja vënë Alket Hysenit. Neve kemi këtë, në rast se ju mund ta shikoni, kemi HA Studio. E kemi nënvizuar që ky ka përdorur këtë studio për të gjitha. Fatkeqësisht, me sa ne kuptuam aty, fakti që Taulant Balla nuk tregonte dot asnjë dokument, asnjë provë, po thonte vetëm jam bazuar në vlerësimin tim dhe në burime mediatike gjatë gjithë kohës. Por fatkeq nuk tregoi dot një provë. Atëherë ne besojmë që ky thjesht ja ka nën-kontraktuar studios Alket Hysenit që të bënte një vlerësim, të bënte një gjë për këto. Dhe kjo është e palishme. Normalisht, as Taulant Balla nuk duhet kishte të drejtë të merrte dhënat personale të shtetasve, jo më t'ia binte në studiove të tjera në dispozicion. Vepra penale që ne kallëzuar